Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha ka vijuar akuzat ndaj liderit të Partisë Socialiste për mungesë investimesh në kryeqytet gjatë inspektimit të punimeve në bllokun 92-1, pranësisë bashkiake nr. 4. Kryebashkiaku Basha pohoi se ish kryebashkiaku Rama nuk ka patur prioritet qytetarët e Tiranës pasi i ka lënë në këtë gjendje për 11 vite. Në këtë zonë është parashikuar ndërtimi i kanalizimeve të ujrave të zeza, asfaltimi i rrugëve, si dhe krijimi një sipërfaqeje të gjelbërt. Natyrisht i kuptoj disa këshilltarë zotit Rama, të cilët pezmatuar kërkojnë përfundimin e projekteve brenda 2 muajve, projekte që nuk përfunduan për 11 vjet, por kjo vinte sepse ai kishte prioritete tjera, s'kishte prioritet problemet e qytetarëve. Do të rehabilitojë një hapësirë për 12 hektarësh që shtrihet paralel me rrugën e Dibrës. Projekti parashikon ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të zeza, të ujrave të shiut, rehabilitimi sipas rastit të kanalizimeve të ujrave do të vazhdohet me asfaltimin e zonës, me ndërtimin e trotuarëve me gjerësi 2 deri në 3 metra, me krijimin e një sipërfaqe të gjelbër me sipërfaqe totale prej afro 4130 metra shkatror. Sot fillojnë punimet, të cilat kanë një afat zgjatje prej 10 muaj. Basha u ndal në pikën e dytë të investimit në këtë zonë kur i theksoi rëndësinë e punimeve për të përmirësuar jetën e qytetarëve të Tiranës. Kjo në fakt, si sipërfaqe është dhe pjesa më e madhe e projektit. Ne sot e nisim këtë projekt për ta përfunduar brenda kohës më të shkurtër me standardet më të mira, duke përfshirë gjelbrim, sheshe për fëmijë, natyrisht asfaltim të plot dhe eliminim një herë për gjithmonë të problemeve të mbartura prej më shumë se 15 vjetësh. Investimi në këtë zonë do të realizohet nga buxheti i bashkisë dhe do kushtoj rreth 138 milion lek.